Më 1 janar 2026, kryepiskopi I Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Im Zot Johani, feston 70 vjetorin e lindjes, një jubilej veçantë që nuk shënon vetëm një moshë, por një jetë të tërë të jetuar si dëshmi e gjallë e hirit të Perëndisë, besnikërisë ndaj Krishtit dhe shërbimit të përulur ndaj kishës dhe popullit shprestar. I lindur në Tiranë, më 1 janar 1956, në një Shqipëri të mbyllur, të persekutuar dhe zyrtarisht ateiste, fortlumturia e tij u rrit në vitet më të errta të diktaturës komuniste, në një kohë kur besimi ishte I ndaluar me ligj dhe shpreha fetare ndëshkohej me burg, internim apo edhe me vdekje. Megjithatë, siç dëshmon vet ai, nuk mundën ta mbyllnin derën e Zotit. Takimi I tij I parë me Krishtin ndodhi në mënyrë të mrekullueshme, përmes leximit të vjatës së re në frëngjisht, një kohë kur të zotëroje një ungjill ishte më e rrezikshme se sa të kishe dinamit. Fjalët e Krishtit I rikthyen gëzimin e humbur të fëmijërisë dhe ndezën një etje të thellë shpirtërore, e cila do ta udhëhiqte gjithë jetën e tij. Në fshetësi të plot, në bodrumin e një shtëpie private të priftit Hero në Bestrot të Vlorës, atë Kozmajt, në vitin 1974 u pagëzua dhe u bë pjesë e kishës ortodokse të nëndeshme, një kishë e vogël, por e gjallë, e ushqyer nga martirizimi, sakrifica dhe besimi pa lëkundur. Në ato rrethana, gëzimi I Krishtit përjetohej me një intensitet të rrallë, që vetë kryepiskopi Johani e ka cilësuar si të papërsëritshëm. Pas rënjes së regjimit komunist, ai studioi teologji në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në seminarin teologjik Holy Cross në Boston, I mbështetur nga Kisha Ortodokse Shqiptare, por me një premtim të qartë, kthimi në atë dhe sapo kisha të rihapte dyert e saj, dhe ashtu bëri. Në një Shqipëri të shkatëruar shpirtërisht dhe materialisht, ai u kthye për të shërbyer, duke zgjedhur vështirësinë dhe sakrificën. Ai u bë njëri nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të kryepiskopit Anastas, duke qenë në të djathtë të tij në të gjitha sfidat, vuajtjet dhe persekutimet, si një bir besnik dhe I denj I kishës së shenjtë dhe kryebariu të saj. Prej 27 vitesh, fortlumturia e tij, Im Zot Johani, shërbeu si mitropolit I Korçës, duke u bërë një figurë atërore për vjetra priftërinj, mira besimtar dhe për gjithë qytetin. Nën kujdesin e tij baritor, mitropolia e Korçës u shndërrua në një qendër të gjallë shpirtërore, kulturore dhe shoqërore. Restaurimi I katedrales historike të qytetit, burimi I jetëdhënës, është jo vetëm një projekt ndërtimor, por një akt rikthimi të kujtesës historike dhe identitetit shpirtëror të Korçës. Si antar I Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, në drejtimin e kryepiskopit të lumtur Im Zot Anastasit, fortlumturia e tij, Im Zot Johani, ka qenë dëshmitar dhe bashkëpunëtor I ringjalljes së mrekullueshme të kishës në Shqipëri, një ringjallje që shumë kush e quan mrekulli të kohëve moderne. Mësimi I tij është thellësisht I bazuar mbi ungjillin dhe mësimin e etërve të mëdhenj të kishës. Pa sakrificë nuk ka gëzim, pa kryq nuk ka ngjallje, pa dashuri nuk ka jetë. Ai na kujton se urrejtja shkatëron gjithçka, ndërsa egoizmi është e kundërta e dashurisë. Vetëm duke parë ikonën e Perëndisë në çdo qenie njerëzore, njeriu mund të quhet me të vërtetë I krishter.